Ishi dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak ka konfirmuar se ka pasur kontakte me financierin e ndjer pedofil Jeffrey Epstein. Ai thekson se komunikimi ka qenë gjithmonë brenda detyrave të tij diplomatike dhe se nuk ka dalë jashtë kornizave të normales. Në një deklaratë për mediat, Lajçak shpreh si diplomat kam kontaktuar me shumë njerëz me influencë, por qëndrimi im ka qenë profesionale, kam ndërgjegjen të pastër dhe gjithçka ka ndodhur sipas informacionit të disponueshëm për momentin. Sipas dokumenteve të publikuara me 12 nëntor nga Komiteti për mbikëqyrjen e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit të SBA-s, Epstein kishte dërguar Lajçakut një lidhje për një artikull që lidhej mes presidentit amerikan Donald Trump. Në përgjigjen e tij zyrtarëve, Lajçak thekson se kishte marrë mjaft dëshmi për këtë temë, se veprimet e tij ishin gjithmonë në përputhje me detyrën. Kreu i Partisë Popullore Slovake, Andrej Danko, ka kërkuar shpjegime publike mbi natyrën e komunikimit, sidomos pas publikimit të dokumenteve të fundit nga qeveria amerikane.